kur mos shko në gjumë pa e mësuar këtë lutje të fuqishme, sepse ndoshta pikërisht ajo do t'jetë vetmja gjë që do të shpëtojë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu do ta mbrojë nga dënimi në ditën e ringjalljes atë që e mëson këtë lutje. Dhe megjithse është kaq e thjeshtë, shumë musliman nuk e dinë për të. Para se ta ndaj me ty këtë lutje, ndaje edhe ti këtë video me të paktën një person që e do, sepse i dërguari ka thënë: le ta zbukuroj Allahu fytyrën e atij që i dëgjon fjalët e mia, i kupton dhe i përcjell te të tjerët. Buhariu. Tani mësoje përmendësh: Allahumma inni a'udhu bika min adhabika yawma tab'athu ibadak. Përkthimi: O Allah, më mbro nga dënimi yt në ditën kur do t'i ringjallësh robërit e tu. Këtë lutje e ka thënë edhe i dërguari alayhis salam pas çdo namazi farz.